Mergja i Fes, Ajatullahu i Madh, Sheikh Hussein Uhaid El Kurasani. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Çdo kush që dëshmon njësinë e Allahut të madhëruar, mesazhin e vulës së profetëve, Hazretit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është musliman. Kështu që jeta e tij është respektuar, nderi i tij është i respektuar dhe pasuria e tij është e respektuar njësoj si jeta, nderi dhe pasuria e atij që përqafon Islamin. Është detyrë e muslimanëve që të sillen mirë me ata që dëshmojnë dy dëshmit, edhe nëse besojnë se janë të pafe. Edhe nëse ju bëni padrejtësi, ju nuk duhet të devijoni nga rruga e së vërtetës dhe e drejtësisë. Nëse dikush prej tyre sëmuret, shkoni e vizitojeni atë. Nëse vdes, shoqërojeni xhenazën e tij. Nëse ka nevojë për ju, përmbushjeni nevojën dhe dorëzojeni thënies së Allahut të madhëruar. O ju që keni besuar, bëhuni të qëndrueshëm në urdhrat e Allahut dhe bëhuni dëshmues me drejtësi. Le të mos ju nxjisë urrëtia ndaj njerëzve për të bërë pa drejtësi. Bëhuni të drejtë, se kjo është më afër devotshmërisë dhe friksojuni Allahut. Padyshim, Allahu është i dijshëm për çdo gjë që punoni ju dhe veproni sipas urdhrit të tij. Mos i thoni atij që ju përshëndet me selam, nuk je besimtar.